Sot na kemi vendosur me fillu këtë javë me një veprim simbolik, me të cilin e keni pa edhe para ndërtesës në kuadër të banerit që e kemi shpalos, ku njoftojmë për mbajtjen e grevës një ditore si formë proteste kundër korrupsionit dhe kundër politikave që po e paralizojnë shtetin tonë. Ne kemi vendosur që me hyrë në grevë, sepse si organizata të shoqërisë civile në vazhdimsi kemi reaguar ndaj shkeljeve të ligjit, kapjes së institucioneve, stagnimit të reformave dhe kemi bërë thirrje për domosdoshmëri në luftën kundër korrupsionit. Por dhe kjo angazhim i joni dhe kjo vazhdimësia jona ku kemi paralajmëruar për fenomenet e vazhdueshme që tashmë janë bërë sistemike, përkundër këtij angazhimi ton, analizave konkrete që i kemi ofruar dhe rekomandimeve konkrete që i kemi paraqit, nuk ka pas fatkeqësisht reagim nga ana e institucioneve shtetërore, nuk ka pas reflektim dhe nuk ka pas angazhim konkret në adresimin e krejt këtyre çështjeve dhe problematikave. Mungesa e reformës plot në drejtësi, mos fillimi i vettingut në drejtësi, korporatizmi në sistemin prokurorial, ligjet kundërkushtetuese, pastaj mungesa e strategjisë kundër korrupsion, pezullimi i dialogut strategjik nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mungesa e dialogut social, sulmet e vazhdueshme ndaj gazetarëve, ndaj shoqërisë civile, ndaj institucioneve të drejtësisë, e bllokimi i fondeve të planit të rritjes së Bashkimit Evropian, janë veç disa prej ngjarjeve dhe problemeve që në vazhdimsi po e dëmtojnë jetën e qytetarëve tonë, po e dëmtojnë sundimin e ligjit, zhvillimin ekonomik, besimin demokraci dhe funksionimin e mirëfillt të vendit tonë. T'japim një mesazh të fortë dhe të qartë se vendi jonë ka nevojë për veprime konkrete, për përgjegjësi, për institucione funksionale dhe mbi të gjitha ka nevojë për sundim të ligjit dhe jo për inkurajim të korrupsionit. Prandaj ky veprim i joni sot, kjo formë e jona sot që e kemi zgjedhë është një thirrje për gjitha institucionet e shtetit, për respektim të mandatit të tyre kushtetues, përgjegjësisë publike, për mbushjen e detyrimeve të tyre për garantu integritet, transparencë dhe funksionim demokratik.